Arjon Ibrahimović në këtë sezon më në fund kishte mundësinë që të tregonte se sa vlente, duke luajtur me rregullsi me fanellën e Heidenheim në Bundesligën gjermane. Futbollisti shqiptar, i uazuar në radhët e këtij klubi nga Bayern Munich, ka qenë rregullisht në fushë teksa ka regjistruar 26 ndeshje në Bundesligë. Mediat gjermane bëjnë të ditur se Bayern Munich nuk ka vendosur ende se si të veprojë me lojtarin në ver. Një opsion është që ai të bashkohet përsëri me bavarezët e të qëndrojë atje si një zëvendësues potencial për Luis Diaz. Ndërkohë, opsioni tjetër është shitja e kartonit të tij, teksa ka klube shumë të interesuara për një transferim. Cagliari dhe Fiorentina në Serie A kanë shfaqur interes për 20 vjeçarin, ndërsa edhe Villarreal në Spanjë dhe Brighton në Angli gjithashtu duket se janë gati të bëjnë një tentativë për të.